Tashmë ka disa ditë që i shohim këto pamje të trishta nga tragedia që ndodhi që të rënditi në fakt të gjithë vendin. Të shpresojmë që pamje të tilla apo ngjarje të tilla të mos ndodhin më në vendin tonë dhe pamje të tilla të mos shohim më. Sot në këtë pjesë të emisionit do të flasim me një zjarfikës, ata të cilët së bashku me doktorët, policët, gazetarët, por edhe shumë të tjerë, në raste të tilla janë gjithmonë në vit të parë për t'i ndihmuar qytetarët të cilët kanë nevojë. Do të flasim me zjarfiksin Avni Ahmeti, me të cilin do të bisedojmë për nevojën e edukimit të mbrojtjes nga zjarri. Do të flasim pak edhe për rrezikun e përdorimit të mjeteve piroteknike në ambiente të mbyllura, duke qenë se shkaku kryesor i këtij zjarri ishin pikërisht mjetet piroteknike, por gjithashtu do të flasim pak edhe për vështirësinë e punës së zjarfikësve në raste të tilla. Përshëndetje zoti Ahmeti. Përshëndetje. Ju përshëndes gjithë shikuesit e televizionit Allsat. Shpreh ngushëllime për viktimat të cilët për fat keq ndodhin në një diskotek në Koçani, shërim të shpejt të gjithë atyre të cilët janë të lënduar. Faleminderit që ndat kohë edhe ju në këto kushte, sigurisht për të biseduar, për të patur një temë që mendoj se është shumë me rëndësi. T'ju pyes njerë si e shihni situatën atje, cilat mendoni se janë lëshimet më të mëdha që janë bërë për sa i përket zjarrit, domethënë vënies së zjarrit, cilat janë lëshimet që janë bërë në mbrojtjen nga zjarri? Siç edhe e pam nga pamjet, domethënë objekti nuk plotëson kushte elementare për të qenë një diskotek apo për të grumbulluar gjithë ata njerëz brenda atij objektit. Siç dihet, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim duhet bëjë një kontroll të veçantë, cilët duhet të caktohen hyrjet, daljet apo edhe daljet emergjente të objekteve të llojit të tillë, ku ka grumbullim të masës të njerëzve më shumë në këtë rast siç ishte edhe diskoteka në Koçani. Si mendoni sa është i rëndësishëm edhe edukimi për mbrojtje nga zjarri dhe ku jemi ne si vend në këtë aspekt? Sa jemi të edukuar për mbrojtje nga zjarri, sa i japim rëndësi këtyre rasteve në fakt për të mbrojtur nga zjarri? Në fakt ne bashkërisht me ju mediumet, ne si zjarfiks dhe ju mediumet na keni ndihmuar që të paktën të bëjmë ato njohuritë tona dhe të informojmë popullatën në përgjithësi për rreziqet nga zjarri. Dihet që në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk kemi personel të kualifikuar për të bërë edukimin e popullatës për raste të rrezikut të zjarrit. Kështu që ne si zjarfiks na bien bara që çdo herë të dalim në mediume dhe të japim ato informacionet të pakta të cilët edhe ne si zjarfiks kemi njohuri për raste dhe rrezike të zjarrit. Sigurisht ju, domethënë thatë që bëni edhe mbase edhe disa trajnime edhe informacionet të cilat i jepni për mbrojtje nga zjarri, por a mendoni se duhet bëhet mbase një pjesë e edukimit, mbase të vendohet edhe në sistemin arsimor kjo pjesa që ne të jemi të përgatitur, të jemi të edukuar për mbrojtje nga zjarri? Domethënë është siç edhe dëgjova mbrëm, domethënë ne duhet futemi në mbrojtjen civile në Bashkimin Evropian, siç është një organizatë shumë e disiplinuar dhe shumë e organizuar në këtë drejtim. Domethënë ne si zjarfiks apo si brigadë zjarfiksve të Tetovës, domethënë kemi bërë disa herë në shkolla të ndryshme të qytetit dhe rrethinës së Tetovës, kemi bërë evakuimin e nxënësve për raste fatkeqësish. Gjithashtu kemi materiale që vetë ne si zjarfiks u shpërndajmë fëmijëve dhe jo bëjmë me dije se sa e rrezikshme është përhapja e zjarrit në ambiente të mbyllura apo edhe ambiente të jashtme. Cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë njerëzit kur vinë tek siguria e zjarrit? Domethënë gabimet dihet që ne si popullat gjithë investojmë për shtëpitë tona me qindra mijëra euro, kështu që nuk blejmë një aparat për sigurinë tonë apo një alarm të cilën na detekton në raste zjarresh.
Kjo është ajo që ne bëjmë si zakonisht gabime. Ne kemi bërë çdo herë thirrje që popullata në përgjithësi të furnizohet me këto alarme apo edhe me aparate kundër zjarrit të ketë në shtëpitë e tyre që të jenë më të sigurt derisa të mrihen zjarr fiksit që të parandalohet ajo më e keqja. Shumë e vërtet në fakt ju e thatë se ne hargjojmë shumë para qoftë për shtëpi, qoftë për objekte të ndryshme, hotelerike apo objekte të tjera të cilat janë luksoze, por që sigurin në fakt nuk e kanë në vend të parë. Gjithashtu edhe përdorimi i materialeve, cilat janë sepse shpesh vinë si shkak i zjarreve të mëdha, shpesh janë edhe arsyet kryesore që nxitet një zjarr i madh, janë edhe materialet që janë përdorur tek një objekt apo diku dhe cilat këtë duhet ta pyes në fakt cilat janë materialet të cilat nxisin zjarr më shumë, materialet të cilat janë më të rrezikshme për nxitjen e zjarrit. Siç e tek aty në fillim të emisionit, domethënë është llojet e piroteknikëve të cilët përdoren në për evenimente të ndryshme siç janë edhe diskotekat edhe darsmat edhe gjithçka që ne kemi një gëzim, po pastaj ajo na kthehet siç një bumerang që pastaj ka pasoja për të mirat tona materiale dhe jetë njerëzish, siç edhe kemi rastin e fundit. Kështu që apeloj gjithë ato që festojnë dhe të festojnë dinjitet që mos përdoren këto materiale piroteknike për shkak se janë shumë të rrezikshme edhe për shëndetin ton, mund një plasë se të na plasë në dorë, siç e kemi rastin ndrimin e motmoteve, kur fëmijët janë ato më të ekspozuarit në këta si që themi piroteknikëve dhe pastaj lëndimet janë shumë të mëdha, që ju bëj apel qytetarëve që të kenë kujdes me këto lloj materiale. Sidomos kur në fakt përdoren në ambiente të mbyllura, sepse shpesh ka pasur raste kur një zjarr ka nisur pikërisht nga mjetet piroteknike, siç ndodhi edhe tragedia e fundit. A mendoni se duhet mirren mbase ligje, duhet ketë ligje ose të mirren dënime më rigoroze për sa i përket përdorimit të mjeteve piroteknike, sepse siç e thatë rreziku i këtyre mjeteve piroteknike është shumë i madh. Domethënë duhet ketë masa më të mëdha disiplinore që të bëjmë një ndryshim të ligjit për këta lloj brevitarisht, të cilët veçanërisht në qytetet siç janë qyteti jon Tetova, domethënë kemi shumë vende të llojit të tillë që janë të ekspozuar në lloje të kërcënimit më të madh dhe më të gjerë ku popullata dihet që qytetarë frekuentojnë këto vende. Kështu që i bëj apel gjithë institucioneve që të bëjnë kujdes në dhënien e licencave, siç edhe e dini që qyteti i Tetovës ka pas disa lloj zjarresh të përmasura të mëdha, siç janë fabrikat, depot dhe futemi në ato depo dhe në ato fabrika, pastaj shohim që nuk ka asnjë licencë apo asnjë dokumentacion që ka kryer një licencë. Asnjë hidrant mos ketë në ambientet ku grumbullohen njerëz apo ku punojnë të paktën njerëz, jepen licenca të llojit të tillë, kështu që Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim i bëjmë thirrje që të bëj kontroll më të rrepta në këta objekte për shkak se domethënë rrezikojmë një numër të madh të njerëzve. Shumë e vërtet në fakt, sepse ju e theksua domethënë që mungojnë hidrantet, mungojnë edhe mjetet tjera. Si shihni në përgjithësi edhe institucionet shtetërore, spitalet, apo edhe objekte të tjera në vend për sa i përket edhe sigurisë për mbrojtje ndaj zjarreve? A kanë mjaftueshëm mjete për të mbrojtur nga zjarri, për të shuar zjarrin, hidrante apo mjete të tjera? Ne kemi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kemi domethënë komplekse të ndryshme apo qendra tregtare. Kemi vetëm një hyrje edhe vetëm një dalje. Domethënë nuk lejohet me standardet e Bashkimit Evropian dhe standardet e Republikës së Maqedonisë që një objekt i përmasave të mëdha që të ketë vetëm një hyrje dhe vetëm një dalje. Domethënë në të njëjtën vend futemi, në të njëjtën vend dalim. Domethënë nuk lejohet, por ne kemi
shumë raste në Republikën e Maqedonisë dhe në qytetin e Tetovës që kemi lloje të tilla objektesh, po do të thënë dihet që nuk kemi institucione, dihet që shumë pak posedojnë hidrante në për ambientet si që janë spitalet apo edhe vetë të zjarfiksit brenda objekteve të zjarfikëve. Kështu që duhet intervenohet në të gjithë institucionet publike që të kenë hidrante dhe të kenë aparate kundër zjarrit. Shumë e vërtet në fakt edhe daljet emergjente janë shumë të pakta në objekte të ndryshme në vendin tonë, sepse ne përmendëm që një nga shkaku kryesor sigurisht kur edhe filloi zjarri në tragjedinë në Koçan, ishte pikërisht ishin mjetet piroteknike, por megjithatë me përmasa kaq të mëdha që la viktima të shumta ishte pikërisht edhe ajo që kishte vetëm një dalje në një vend ku kishte një grumbull, një numër i madh i njerëzve. Duke qenë se shpesh ndodh që zjarret nisin edhe nga pajisjet elektrike. Çfarë mund të bëjmë për të shmangur zjarrin i cili vjen nga pajisjet elektrike? Do të thonë, siç edhe kemi bërë apel si zakonisht, do të thonë që çdo herë kur dilet nga shtëpia që të kujdeseni, mos leni pas ndezur diçka që pastaj mund të bëjë një shkëndijë zjarri të kaplon banesën apo shtëpinë tuaj. Dihet që instalimi elektrik duhet ketë një standard të veçantë dhe kjo na lën të kuptojmë që çdo herë kur jepet leje ndërtimi që të bëhen inspektimet të nevojshme për raste të këtilla. Janë më të shpeshta rastet cilët bëjnë ndezje apo ka një zjarr të përmasave të mëdha ku burimi i zjarrit është pajisjet elektrike. Kështu që të bëjmë kujdes gjithë së bashku që mos të na vijë një e keqe nga këto pajisje, pasi që na kushton mjete materiale tonat dhe shëndetin ton apo edhe jetat tona. Shumë e vërtet. Cilat janë veprimet që duhet të ndërmarrim ose çfarë mund të bëjmë në raste ku nëse ndodhemi në ndonjë objekt që vetëm i ka rënë zjarri digjet, por nuk ka një dalje të dukshme? Në fakt dihet që duhet thirren emergjencat apo numret të cilët janë për emergjenca, siç është zjarfiksit, policia dhe spitali. Kështu që në ato raste duhet kemi kujdes që të jemi dikun të afër dritareve që të kemi qenien e duhur për të mbijetuar në fakt se do të thonë dihet që timi është një ndër elementet kryesore që edhe mund të kemi fatalitete në jetën e njeriu. Kjo është ajo e para, kështu që të mbrohemi, mos na vi puna që të jemi në ato ambiente të mbyllura, mos të kemi një dalje të sigurt, të presim derisa të vinë njësitet emergjente të cilët do të bëjnë evakuim personave të cilët janë luar në ato ambiente. Shumë e vërtet, duke qenë se kur flasim për shembull për biznese pak më të mëdha, për objekte pak më të mëdha dhe mund të kenë hidrant ose mund të kenë fikse të zjarrit, por a mjaftojnë vetëm ato apo mendoni se duhet merren masa pak më të mëdha për sa i përket këtyre objekteve, kur janë objekte më sigurisht më të mëdha? Në fakt ne çdo herë flasim mbasi që na ndodh një tragjedi. Në Maqedonisë të Veriut kemi disa raste të llojit të tillë. Kështu që objekteve të cilët janë në përmase të mëdha dhe frekuentohen nga njerëz shumë, domethënë që të kenë hyrje dalje dhe të kenë dalje të sigurt emergjente. Kjo është ajo që duhet urgjentisht në çdo objekt ku frekuentohet nga njerëz shumë, domethënë të ketë një dalje emergjente dhe të ketë pajisjet e duhura. Domethënë nuk mund të ketë një kompleks gjigant i madh që mos ketë sistemin e hidranteve, mos ketë domethënë daljen e duhur energjetik. Këto janë lëshime të cilët siç e dimë në Republikën e Maqedonisë janë në numër të madh, kështu që inspektoriati i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim duhet të jetë në terren dhe të
të marrë masa sa më të shpejta pa që dihet se më thonë ka ndodhur tragjedi të rënda, kështu që edhe njerëzit janë tepër të friksuar në këtë drejtim për arsye se nuk kemi asnjë standard për mbrojtje civile. Që duhet të punojmë urgjentisht si shtet që të kyçemi dhe që të thomi popullatës që të jenë të sigurt që do ketë një intervenim emergjent i shpejt dhe i sigurt për të mbrojtur jetët e tyre dhe mbyllat materiale të tyre. Shumë e vërtet, por duke qenë se edhe teknologjia sigurisht ka përparuar në të gjitha sferat dhe si e shihni ju edhe rolin e teknologjisë në përmirësimin e reagimit ndaj zjarreve, sepse tash ka edhe teknologji të ndryshme që në momentin që bie alarmi, dhe me thonë ato teknologji reagojnë dhe e shuajnë zjarrin, nuk e di tash si quhen ato sepse nuk kam informacione më të detajuara përsa i përket këtij lloji aparati, por e di që ekzistojnë dhe në shumë vende jashtë vendit në vendet evropiane, e di që e kanë këtë si aparat në ndërtesat që janë më të mëdha. Mendoni se duhet të investohet edhe në vendin tonë për teknologji të tilla? Po, dhe më thënë, ne kemi urgjent këtë si detyrë ndaj popullatës që shteti të investon në këtë drejtim për arsye se, do më thënë, e kemi parasysh kur ndezet një alarm në objekt banimi kolektiv. Do më thënë, më njëherë merë sinjal zjarrfiksit, ndihma e shpejt dhe gjithë institucionet që janë për mbrojtjen civile. Kjo është ajo e cila ne si shtet duhet të kemi të drejtë sa më shpejt që të intervenojmë në sistemet e tylla. Në fakt kemi ne si zjarrfix posedojmë drone të ndryshme që kemi një pasqyrë më të mirë për zjarre në ambiente të hapura. Mirë po në të mbyllura është drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ajo e cila licencë për çdo objekt kolektiv që duhet popullata të jetë e sigurt. Që drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim është ajo e cila jep licencat të tilla dhe i bëj thirrje si zakonisht në daljet e mia, prezantimet e mia nëpër televizione, drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim që të jenë më të kujdesshëm në këtë drejtim se si jepen licencat dhe si duhet të jetë në fakt një objekt kolektiv dhe me çfarë standard. Shumë e vërtet, është një gjë shumë e rëndësishme, inspektimet dhe mbikëqyrja e këtyre objekteve janë shumë të rëndësishme. Duke qenë se unë në fillim në fakt e përmenda se zjarrfiksit janë tek ato persona të cilat janë gjithmonë në vit të parë, në rastet të tilla, në rastet të zjarreve apo të tragjedive të tilla, siç ndodhi edhe ajo në Koçan. Dua t'ju pyes cilat janë vështirësitë më të mëdha që përballen zjarrfiksit gjatë këtyre rasteve, siç ndodhi edhe rasti në Koçan, sepse shpesh ka ndodhur edhe raste kur zjarrfiksit kanë shkuar në vendngjarje, por ka qenë e pamundur për to të hynë për shkak të hapësirës, mbase nuk ka pas hapësirë të duhur për tyr me automjetet apo edhe sfida të tjera në fakt. Cilat janë sfidat me të cilat më së shumti përballen zjarrfiksit në raste të tilla? Në vend. Më thonë është rastet kanë vështirësi të shumta siç dihet në gjithë Republikën e Maqedonisë, po veçanërisht në tekste veçantë të qytetit të Tovës është me një komunikacion të dendur. Kështu që kur dalin zjarrfiksit dihet që popullata ndihmon dhe jep dorë për këtë drejtim, lirohen rrugët, po kemi raste ku në mbrëmje apo në orat e herë të mëngjesit, që kemi ato vështirësi këto. Dihet që në panel kolektive gjithë ne jemi dëshmitar që ne mbajnë bicikletat të ndryshme në hymje, në për korridore të ndryshme, vendojmë dron, vendojmë goma në për podrume të cilët një gjatë të përmas të më të mbajnë. Kjo është ajo të ne kemi vështirësi, mirë po i lusë popullatën që çdo objekt kolektiv që të mos përdoret si magazine, të përdoren poshtë bodrume, të vendohen goma, të vendohen lënë, kjeks, për shkak se kemi pas rast edhe në Shkup
në Shkup, herën e fundit që ishim ndezin të një podrumi dhe pastaj rrezikohet me gjithë ndërtesa lartë. Majmë gjithë shka rreth hymjeve, daljeve të ndërtesave kolektive, që apeli im është të mos vendohen çdo gjë sendi rreth hyrje daljeve apo edhe rreth korridoreve që mos dash zoti asnjëherë, mirë po kur të futen zjarfikset apo personeli emergjent që të ketë hapësinë e duhur që të kryejë detyrën sa më shpejt. Shumë e vërtet, në fakt rasti fundit që ishte në Çajir, ishte pikërisht zjarri u përhap pak më shumë, vetëm për shkakun se zjarfiksit nuk patën mundësinë, nuk e patën, domethënë e kishin shumë të vështirë që të depërtojnë të hynë për shkak të parkingut, për shkak të veturave që ishin të parkuara përpara derës, dhe kjo në fakt është një sfidë shumë e madhe. Duke qenë se shpesh ndodh që të përdorim ujë gjatë një zjarri për ta shuar zjarrin, a mendoni se përdorimi i ujit për ta shuar zjarrin është i sigurt apo ndonjëherë mund të ndodhë që ta përkeqësoj situatën? Në fakt kemi të cilët nuk guxojnë që të shuhen me ujë. Mirë po kemi lanë që mund edhe të depërtohet edhe me ujë. Është shumë e vështirë, dihet që ne përballemi me këto sfidë, siç e dini dhe në qytetin e Tetovës kemi pasur disa fabrikë edhe magazine të mëdha të cilët janë kapluar nga zjarri dhe pastaj është dashur me ditë të tëra për të bërë shtuarjen e tyre. Është në fakt dihet që zjarret ka lloj zjarri, po cekim një të cilën nuk mund përdorim ujë. Është rasti ku në kuzhinë jemi të gatuar diçka dhe pastaj fillon një zjarr dhe kemi vaj. Vaj nuk kemi problem të ndalim me ujë, kështu që i bëj apel fiseve mos kemi drejt, është diçka nuk ndalet, të hudhe atë përmas të zjarrit. Po, a mund të ndodhë për shembull që edhe për shkak se i vendojmë ujë, domethënë e shuajmë zjarrin me ujë, të bëhet më shumë tym dhe kjo të përkeqësoj pastaj nëse jemi në një ambient të mbyllur ku ka më shumë njerëz, të përkeqësoj edhe situatën? Po, domethënë dihet që ne në shtëpitë apo në banesat tona mbajmë të lloj sendesh nga gjeks plastike, po edhe gjithë që poshtë në shtëpi, dihet që janë lënë gjekse dhe kemikalje të cilët çfarë kemikalje mund të përballemi. Dihet që ty shpërndahet me pjesa e tyre shpërndahet më shpejt. Çdo herë mos bëhet panik në banesa kolektive, domethënë nëse ka zjarr poshtë, mund të shpang, mos zbresim, po mos të kenë frikë që një zjarr edhe në banesën e tyre. Nëse është supozojmë në përdhes, mos ketë frikë kati dyti, treti, po të bëjnë preventiv të rreth dyerve poshtë ku ka mundësi të tymi, të vendohen batanik të lapura që mos depërton për dritare. Kështu që panika e panevojshme, domethënë na shkakton edhe patëm rastin në qytetin e Koçës, domethënë ka qenë një panik e papame, që pas edhe lëndime të ndryshme apo shtypje me të masës në ka qenë.
Shumë e vërtet në fakt, sepse në rastet të tilla është pak e pamundur për të shmangur edhe paniku, por në rastet të tilla sigurisht duhet të veprohet. Cilat janë, mendoni se janë rregullat kryesore edhe gjatë evakuimit, se siç e përmendet, domethënë që nuk duhet bëhet panik dhe të merren masa. Cilat janë rregullat kryesore, çfarë duhet të bëjnë qytetarët gjatë evakuimit nga një ndërtesë gjatë flakëve? Pikërisht për këtë flasim edhe më herët. Më thonë, si cila banet kolektiv e të ato njëllitet tura për qytetarët të drejtuar në vetë të sigurt. Që i përdorën bashkë kanë do më thonë, po si që themin e këtu që ka mbikëqyrët të ndërtesës, në të ndërtesë kolektive në për qytetet e Maqedonisë, apo edhe në qytetet e të tokë. Kemi një cili është përgjigjë për pak gjithë ka që të ndërtesë, cilën planojnë bashkë 20 familje, o 30. Që që ki personel duhet edukohet në fakt të merren masa të më të shpejta të edukohen këto lloj njerëz që të bëjnë evakuimin e shpejt dhe të sigurt të qytetarëve të cilët jetojnë në qytet. Apo edhe për fabrika të ndryshme edhe në për qendrat gjithkund ku ka grumbullim të popullatës në masë të madhe. Shumë e vërtetë, duke qenë se jemi nga fundi, zotja Meti, unë dua t'ju pyes sepse gjithmonë ju pyesim për atë punën e vështirë, për sfidat tuaja të cilat përballeni sigurisht gjatë rasteve sidomos në tragjedisë siç ndodhi kjo në Koçani, por në fakt nuk ju pyesim asnjëherë për pjesën emocionale, sa të trajnuar janë zjarrfiksit edhe nga ana emocionale kur përballen me tragjedi të tilla. Dihet që disa rekoncept, do të thonë ka zjarë fiks të jetë të toqë, të ketë human dhe të kesh trimin mrenda për mrenda vetë. Mirë po, si që edhe e dini, zjarë fiks jo vetëm në këti rrate, mirë po ne si çdo herë intervenime të ndeshjeve në komunikacion dhe përballeni çdo herë me fatkeqësi njerëzore. Dihet shteti duhet të jetë më i kujdesshëm në këtë drejtim që të ketë psikologë të ndryshëm që të merren me zjarr që të ekspozohen në këto raste. Me drejtoria për mbrojtje dhe angazhoi psikologë të ndryshëm për ne të cilët ishin në internetit në Turqi. Çdo njësi i zjarr fikse në Republikën e Maqedonisë duhet të ketë të paktën kontrolle të mujorshme, të cilët apo edhe të ketë të pustuar në përtojnë që janë me dobi të madhe për popullatën. Të kemi zjarr fikse të shpetosh të siguri më të madhe. Sigurisht. Zotja Meti, unë falenderoj shumë për bisedën dhe sigurisht ju zjarrfiksit, domethënë unë e ceka edhe në fillim që gjithmonë janë në vit të parë në raste të tilla dhe keni një profesion që në fakt duhet vlerësuar në maksimum, sepse shpesh ju rrezikoni edhe jetën tuaj për të ndihmuar qytetarët të cilët janë në nevojë, sepse përballeni me sfida dhe raste apo ngjarje të ndryshme. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë, faleminderit shumë që ndat kohë. Faleminderit edhe juve.